أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është mëjlisi 22 tek libri Al-Lubabu fi fiqh sunnati wal kitab. Data e mëjlisit është 2 Safar 1438, 2 nëntor 2016. Ato që na ndjekin me libër jemi tek faqja 49, ato që na ndjekin nëpërmjet PDF-s në internet jemi tek faqja 54. Qëndruam në mësimin e fundit tek su'ru ma la yu'kalu lahmuhu. Su'ri i kafshëve që nuk i hahet mishi. Su'ri thamë është pjesa e ngelur pas pirjes. Në të ka renditur autori Su'rul Hirrati Tahirun, temën në lidhje me su'rin e macës, dhe ka sjellur argumente të cilat dëshmojnë se su'ruha tahirun, su'ri i saj është i pastërt. Në vazhdim trajton su'rul kelbi najisun. Su'ri i qenit është najis. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. Duke u bazuar tek hadithi, pra li hadithi, kur thot li hadithi, duke u bazuar tek hadithi i لحديث أبي هريرة duke u bazuar tek hadithi i Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. Nëse pra pin qeni në enën e ndonjërit për jush, walaga pra ka për qëllim, ose kjo fjalë mban kuptimin e të pirit bi tarafil lisan, pra pin qeni me majën e gjuhës së tij, quhet ulug. Nëse pin qeni në enën e ndonjërit për jush, falyuriqhu, le ta derdhi pra atë pjesën e ngelur, falyuriqhu thumma liyaghsilhu 7 marrat, më pas le ta lajë 7 herë. Wa huwa hadithun sahih. قال النووي وفيه أيضا në këtë pa gjithashtu pa dobit kur themi fihi aidan, dhe në të gjithashtu ka pra nga ahkamet, nga fawaidet, al-fawaid wal ahkam, aidan gjithashtu najasatu ma wuliga fihi wa annahu in kana ta'aman ma'ian haruma akluhu. Haruma ose ma'ian haramun akluhu, ose haruma akluhu. E qartë, Imam Nawawi thot në këtë transmetim, në këtë argument, ka argument se është nëgjis
pjesa pra që është pi, pjesa e ngelur bëhet najis. Wa annahu in kana ta'aman ma'i'an, dhe nëse ai nga aty ku është ka pirë qeni, nëse është ushqim ma'i'an i lëngshëm, haramun akluhu, ose harum akluhu, është ndaluar të ngrënit apo të pirit e tij. Li'anna iraqatahu ida'atun lahu. Nga e ka marrë të pjesë argumentimi, li'anna thot iraqatahu ida'atun lahu, sepse derdhja e këtij ushqimit apo e këtij lëngut që ka ngelur pas pirjes së qenit apo ngrënies së tij prej enës, në të cilën ka në të ushqim, është ida'atun lahu, është humbje, është humbje pasurie, konsiderohet. Ke një enë të mbushur me ushqim, vjen një qen, merr diçka prej këtij ushqimit, ti e i urdhëruar ta hedhësh pjesën tjetër. Hedhja e këtij do thotë tu ka një humbje, ida'atun lahu. Nuk, domethënë la tastafidu min, nuk përfiton më prej këtij ushqimit. Falau kana tahiran lam ya'murna bi iraqatihi. Nëse pjesa e ngelur do të ishte e pastërt, nuk do të na urdhëronte ne që ta hidhnim, ta derdhnim atë. Araqa yuriqu, domethënë ta derdhi, ta hedhi. Bel qad nuhina an ida'ati al-mali. Jo vetëm kaq, po ne jemi ndaluar nga shpërdorimi i pasurisë. Wa hadha madhhabuna, dhe ky është madhhabi jon. Kush e thotë këtë? Imam an-Nawawi. Wa madhhabu al-jamahir annahu yanjusu ma wuligha fihi. Dhe madhhabi i shumicës së dietarëve është se bëhet najis pjesa prej të cilit është pirë ose apo është ngrënë. Wala farqa bayna al-kalbi al-ma'dhun fi iqtina'ihi wa ghayrihi. Nuk ka dallim, diferencë midis qenit që është dhënë leje që ta kesh në pronësit apo të tjerë. Si qeni qeshroje apo qeni gjuetis, përdesa është qen dhe ka ngrënë apo ka pirë nga ena pjesa e ngelur prej ushqimit apo prej pjesë, bëhet najis. Tu ka thënë annahu in kana ta'aman ma'i'an, haramun akluhu. Nëse është ma'i', do të thotë i lëngshëm, bëhet haram, sepse këtu nuk e ka sjell në tërësi ushqimin. Nuk e ka sjell në tërësi ushqimin. Kjo është ndërtuar tek tema që jargët e qenit janë najis. Ndërsa nëse do të shkojmë këtij mendimi, siç ka thënë Imam an-Nawawi, wa hadha madhhabuna, është hadithi tjetër që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar për semnin. Semni është si margarina. Dhe është pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam për miun që e gjen të ngordhur në të. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu itrahuhu wa ma hawlahu. Hidhni atë dhe çka për rreth tij. Wa ma hawlahu wa kulu samnakum. Dhe më pas hajni pra margarinën ose gjalpin, si mund ta gjej. Semen është margarina, do të thonë mos afër. Aty janë ato, një kuptim pothuajse ka. Ky është argument për ushqimin i cili nuk është ma'i', nuk është i lëngshëm. Itrahuhu wa ma hawlahu, merrni pak të miun e ngordhur, dhe çka përqar këtij, sepse duke qenë i ngordhur është najis dhe duke qenë i tillë ka bërë pis vendin, atë pjesën e ushqimit, dhe në hadith ka itrahuhu wa ma hawlahu wa kulu samnakum, kështu që pjesa tjetër e ngelur është tahir. Dhe për këtë arsye ka theksuar in kana ta'aman ma'i'an, pra nëse është ushqim i lëngshëm. Siç është pra qumshi, siç është deri diku që konsiderohet edhe kosi, i cili rrjedh, nuk
nuk është mundësia të kufizohet papastërtia në gjisi në një vend, siç është tek semnja, tek margarina ose gjalpi. Gjërat e ngjashme që janë është e ngrirë, është e mpiksur. E merr pjesën e papastërtisë dhe hedh dhe pjesa tjetër është e pastër. E qartë kjo pjesa? Wa madhhabul jamahir annahu yanjusu ma wuligha fihi. Madhhabi I shumicës dietarëve është që bëhet najis pjesa prej të cilës është pirë. Wala farqa bayna al-kalb al-ma'dhun fi iqtina'ihi wa ghayrihi wala bayna al-kalb al-badawi wal-hadari li'umum al-lafz. Nuk ka diferencë midis qenve se çfarë qeni duhet të jetë. Nuk ka diferencë. Të gjithë qenë në një përfshihen ke një gjykim I vetëm në lidhje me këtë çështje. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر. وفيه دليل pra të ky argument وقال ابن خزيمة وقال ابن خزيمة ka thënë Imam Ibn Khuzaimah وفيه دليل dhe në këtë ka argument على نقض قول من زعم në kundërshtimin e fjalës atij që pretendon أن الماء طاهر që uji është I pastër, pra uji I ngelur, pra suhri. والأمر بغسل الإناء تقيد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس. والأمر بغسل الإناء تقيد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس. Pra Ibn Khuzaimah e shikon këtë pjesë të argumentit si dëshmi që pjesa e ngelur pas pirjes nga qeni, pra pjesa e ngelur në enë, në të cilën ka pirë në të qeni, është nejis. Dhe argumenti është urdhri për derdhjen e kësaj pjese, sepse dihet në shariat që nuk bën të shpërdoret pasuria. وإن قيل إن ظاهر قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم يدل على طهارة لعابه حيث أطلق عن الأمر بغسل ما أصابه ريقه. Nëse dikush argumentohet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku flet për gjuetin, fakulu mimma amsakna aleikum. Hani për asaj që ato kanë kapur, pra qenë të gjuhëtis. Yadullu ala taharati lu'abihi. Kjo tregon që jargët e tij janë të pastërta sepse haythu atlaqa an al-amri bi ghasli ma asabahu riquhu. Sepse nuk ka ardhur e shoqëruar kjo pjesë me një urdhër për larjen e asaj pjese që është bërë me jargët e qenit. قلت إن عدم الأمر في الآية بغسل ما أصابه ريقه لا يدل على المراد من طهارته. The thumb. Autori pra thot. عدم الأمر في الآية mos urdhrimin e ajet. Nuk ka ardhur në ajet urdhri, ky nuk është argument që jargët e tij janë të pastërta, sepse mos ardhja e urdhrit në ajet për larje nuk tregon të pastërtinë e jargëve të qenit li imkani an tarka at-tansis alayhi iktifa'un bima fi adillati wujubi tathhir an-najis. Sepse është lënë thot vendosja e theksit ose përsëritja në lidhje me gjykimin e jargëve të qenit që janë najis, duke u mjaftuar me argumentet të cilat obligojnë pastrimin e najisit. Al-ammati, të përgjithshme li xhami'i afradi ma yajibu tathiruhu, të gjitha atyre pjesët që ne jemi të obliguar të pastrohemi prej tyre. Wa kam min hukmin yanussu alayhi ash-shari'u wa yuhilu sa'iru ma yatba'uhu min al-ahkami ala ma warada fi mahallihi. E sa gjykime thot, të cilat janë të theksuar në shariat, yuhilu sa'ira ma yatba'uhu, I bashkangjitën
të gjitha gjërat e ngjashme në gjykim tek ajo çështje e cila është transmetuar në vendin e saj, në temën e saj. Ky është trajtimi në lidhje me, do thotë, su'rul kalb. Më pas vazhdon autori në al-fasl ath-thani al-araq. Al-araq është djersa. عرق الإنسان المسلم والإنسان الكافر الجنوب والحائض والنفساء طاهر. Djersa e njeriut musliman dhe e njeriut jo besimtar, jo musliman, gjunub, pra, qoftë ai apo haid në kohën e menstruacioneve o nufesa apo në kohën e lehonis, djersa e tyre është e pastërt. Li hadithi Asma binti Abi Bekrin radhiyallahu ta'ala anhuma, duke u argumentuar me hadithin e Asmas, vajzës e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalet, e cila ka thënë, ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalet ihdana yusibu thawbaha min al-haydati. Dhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam, do njërës prej nesh i bien gjaku menstruacioneve për tek robja. Ihdana yusibu thawbaha min al-haydati. Do njërës prej nesh i bien në robën e saj min al-haydati, pra nga gjaku i menstruacioneve. Kayfa tasna'u bihi, si t'ja bëj? Faqalet tahuttuhu thumma taqrisuhu bil ma'i. Ta fërkoj atë, t'ja heqi masën e këtij gjakut, thumma taqrisuhu bil ma', pas ta fërkoj me ujë. Thumma tandahuhu, dhe më pas ta spërkasi. Ta spërkasi tek pjesa ku mendohet që do të thotë, kanë shpjeguar dietarët tek pjesa që mendohet që mund të ketë rënë ndonjë pikë gjak që nuk është. Thumma tandahu, thumma tusalli fihi, dhe më pas falet në të. Wa huwa hadithun sahih. Dhe ky është hadithi sakt. Qultu al-hujjatu fi al-hadithi hadha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amara al-haida an taghsila dam al-haid min thawbiha. Argumenti në këtë hadith është se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka urdhëruar femrën me menstruacione të lajë gjakun e hajdit nga rroba e saj. Walam ya'mur bi ghasli ath-thawbi kullihi. Dhe nuk e ka urdhëruar që të lajë të gjithë rrobën e saj. Nuk e ka urdhëruar që të lajë gjithë rrobën e saj. Sepse nëse djersa e femrës në kohën e menstruacioneve do të ishte nëxhis, nuk do të ishte pyetje vetëm për një pjesë gjaku që ka rënë në një pjesë të rrobës. Por do të vinte përgjigje që ti duhet ta lash të rrobën, sepse je në një periudhë që quhesh në të nëxhis dhe pjesa edhe djersat që dalin nga trupi janë nëxhis, nuk është diçka e tillë, nuk ekziston. Wala shakka fi kathrat al-araqi fihi. Dhe nuk ka dyshim thot që djersa ekziston madje edhe thot me shumicë në të fihi, nuk e di nëse ka për qëllim autori me këtë citim fihi në kohën e menstruacioneve apo fihi në robë, në robën që ndodh me fjalë. Të dyja mund të jenë والله تعالى أعلم. وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمعوا على أن عرق الجنوب طاهر وكذلك الحائض. ابن المنذر نذيب ندي الإجماع كثان وأجمعوا كترجور بتكليب الإجماع بشفار كران إجماعا çështje të cilat ka ixhma rreth tyre. Edhe ixhmaja është një pretendim që nëse dikush vjen me një argument të hedh poshtë ixhman, është më e thjeshtë hedhja poshtë sa vërtetimi I të paturit ixhma në një mesele. Wa ajma'u ala anna araqa al-junubi tahirun. Ka ixhma që djersa e personit që është në gjendjen e xhunubit është e pastërt. Wa kadhalika al-haid, gjithashtu dhe femra e cila është në periudhën e menstruacioneve, djersa e saj është e pastër, pra nuk është nëxhis.
وقد ثبت بالأدلة الصحيحة في الفصل الأول السؤر أن سؤر الآدمي المسلم والكافر الجنب والحائض والنفساء طاهر فعرقه طاهر. Ne e vërtetuam thot tek pjesa e parë, tek ky kapitull, me argumente të sakta tek tema e surit, që suri I njeriut musliman dhe jo musliman, gjunub apo në kohën e menstruacioneve apo në kohën e lëhonisë që janë femrat, është I pastër. Gjithashtu thot është dhe gjykimi I fa'araquhu tahirun. Pra, atëherë dhe djersa e tij është tahirun. Araqul haywanil markubi uryan tahirun. Araqul haywanil markubi uryan tahirun. Djersa e kafshës që shalohet, pra në mërkubi, ose që hipet mbi të, uryan tahirun. Uryan pa shal. Nuk pa shal ose pa mbulesë. Nëse keni vënë re, janë edhe do thotë forma të ndryshme e mbulojnë kafshën me ndonjë copë, me ndonjë rrobe, nga më të ndryshme, forma dhe formë tjetër që është vendosja e shalës. Nëse hipet, do thotë, kafshës duke mos pas asgjë, pra, mes trupit të saj dhe rrobës dhe trupit të personit që I ka hipur mbi të, dhe has me djersën e kësaj kafshë. Kjo është tema, do thotë, që për cilën e ka sjellë autori trajtimi. Thotë, është tahirun. Araqul haywanil markubi, djersët e kafshës që hipet mbi të, uryan, pra pa pengesë, është tahirun. Bi hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas. Duke argumentuar thot me hadithin e Anesit radhiyallahu ta'ala anhu, I cili thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë njeriu më I mirë. Wa ajwada an-nas. Ahsana an-nas më I mirë, wa ajwada an-nas dhe më bamirësi, wa ashja'a an-nas dhe më trimi. Qala wa fazi'a ahlu al-madinati laylatan. Dhe thot që një natë banorët e Medinës u friksuan. Pa dëgjuan diçka që I friksoi. Sami'u sautan, dëgjuan një zë. Qala fatalaqahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala farasin li abi Talhata uryin. Dhe I takoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, I cili pra pejgamberi sallallahu alayhi wasallam kishte hipur mbi një kal, I cili ishte I Ebu Talhas, uryin, pra pa shal dhe pa vendosur ndonjë copë mbi kurizin e këtij kalit. Wa huwa mutaqallidun sayfahu, dhe kishte pra shpatën e tij në dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lam tura'u. Faqala lam tura'u. Nuk u friksuat me kuptimin që nuk u friksuat, nuk ka diçka që të friksoni, pra s'ka asgjë. Nuk gjeta diçka, se banorët e Medinës ishin drejtuar drejt zërit. Po kur këto ishin drejtuar drejt zërit, pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë? Po ktheheshe. Pa kishte shkuar, kishte parë çfarë ishte dhe po ktheheshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe I tha sahabëve lam tura'u. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس وهو حديث صحيح. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam وجدته بحرا, e gjeta atë det, يعني الفرس وهو حديث صحيح, dhe ka për qëllim kalin, sepse kali I Ebu Talhas radhiyallahu ta'ala anhu thuhet që ka qenë I avasht, bati ulmesh, I avasht në të hece. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, kjo është nga mirësia që Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është mubarak. Kur hipim mbi këtë kalë, thotë wajadtuhu bahran, e gjeta atë bahran. Bahr ka kuptimin, do të thënë diçka wasi, I gjerë, pra me hapa të gjera, pra I shpejt. Jo ashtu siç thuhet për të që është I avashtë dhe nuk hecën, por I shpejt.
wajadtuhu bahran. E gjeta atë det me kuptimin që kali ishte i shpejtë dhe ishte i mirë. Dhe siç dihet qartë, pjesa e argumentimit në këtë hadith në lidhje me temën është që kali i djersit dhe djersat e kalit janë goxha të dukshme, theksuara, saqë nëse njeriu i hipën kalit pa vendosur shalët, larget do thot tek pjesët e këmbëve, dukshëm dhe qartë. Dhe një gjë e tillë nuk e ka penguar pejgamberi alayhi salatu vesselam që të hipi mbi këtë kalit dhe pse rroba e tij apo trupi i tij do të lagëshe me djerset e kalit. Dhe kjo pjesë është dëshmuese që djerset e kafshës janë, të thot el mërkub, or janë tahir. Djerset e kafshës që hypet dhe janë të pastër. ولحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح. Thot Jabir ibn Samura radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi alayhi salatu wassalam I fali gjenazën ibn Dahdah. Thumma utiya bi farasin uryan. Më pas I solli një kal I cili ishte, do thot, pa shal dhe I zhveshur, kurizi I tij I zhveshur. Fa aqalahu rajulun, dhe e lidhi atë një person, pa e ndaloi që të hipte pejgamberi alayhi salatu wassalam, që e majti kalin që të hypte mbi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yatawaqqasu bihi ay yanzu wa yathibu wa yuqaribu al-khuta. Filloi pra të kërcente ky kali që hipi mbi të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfahu, dhe ne ndiqnim atë, shkonin pas tij. Qala fa qala rajulun min al-qawm, dhe tha që një burr nga njerëzit që ishin prezent, pra tha se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kam min 'idqin mu'allaqin aw mudalla fi al-jannati li ibn ad-Dahdah. Kam min 'idqin mu'allaqin mudalla, 'idq është dega e palmës, muallaq, pra e varur, au mudalla, që është e mbushur plot me fruta, me hurma, fil jannati li ibn Dahdah, ose li Abi Dahdah në transmetimet e tjera, sepse me sa kam arrit të kuptoj, të thot edhe djalit të tij, po edhe baba e tij djalit I ka vendosur emrin e babës. Kështu që është njëkohësisht Ibn Dahdah dhe Abu Dahdah. E qartë? Dhe ka një histori, pjesa e argumentimit është e qartë. Pjesa e argumentimit ka lidhje me hipjen mbi kal, sepse po flasin për djersën e kafshëve që hipen në to. Ndërsa pjesa poshtë që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam kam min 'idqin mu'allaqin mudalla fil jannati li ibn Dahdah, është ajo pjesa e lëvdatës që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me historinë e asaj palmës që e kërkoi një jetim tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe këtë palmë kishte një nga sahabët, dhe I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam që jepja këtë palmën këtij jetimit, ai refuzoi. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam e nxiti dhe I tha që I jepja këtë palmën dhe ke, do thot, se ajo në xhennet. Por ta e nxiti për të mirë dhe I premtoi sigurisht me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi në botën tjetër. Sërish ai person nuk e bëri këtë gjë. Disa kanë aluduar se mos është kjo ka qenë vepër e ndonjë nga munafiqinët, jo, kurse si nuk mund ta aludojmë pse nuk e bëri një vepër të mirë që duhet me domos të ketë qenë nga munafiqinët. Sepse do thotë tu bëhet fjalë për një sadaka,
bëhet fjallë që ka ndonjë pjesë gjunahu këtu në këtë rast. Atëherë erdhi Ibn Dahdah dhe i tha, a ma shet ti mu këtë palmën me hadikati, me kopshin tim që kam unë, i cili kishte një numër shumë të madh hurmash, të jap atë me jap të. Dhe do thot, ja fali atij jetimit pasi e mori prej këtij atë palmën, ja fali që të kishte, do thot, një të tillë në xhennet. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha këtë fjalën, kam min idqin radah, ose në një transmetim të radah, kam min idqin muallaqin mudalla fil jannati libn Dahdah. Pra ka shumë do të thotë deg, palmash, hurmash të mbushura plot në xhennet i ka thot Ibn Dahdah. Dihet hadithi historia do të thotë është e gjatë. Pjesa e argumentimit është hypja e pejgamberit alayhi salatu wasalam mbi këtë kalin që do të thotë tregon se nuk ka pengesë, thipet mbi kafshën, nëse nuk ka do të thotë mbi të shal apo mbulesë që të mbulohet, dhe pse djerset e saj mund të prekin rrobën apo trupin. Kjo nuk e bën rrobën apo trupin e njeriu nexhis në bazë të këtyre argumenteve. Kjo është tema e dytë, pra tek fasl thani al-araq. Më pas në vazhdim ka disa do thotë trajtime të tjera, po në lidhje me esor wal araq, furo, degëzime që kanë lidhje me këtë temë, inshallah taala do i lejmë për mësimin e ardhshëm. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.